regulatori për derivate thjesht në mënyrë që çmimet të korrektohen dhe të që janë çmimet sipas tregut, ndikon edhe në ngritjen e shumë të shpejtë brenda natës apo brenda ditës ndikon ngritja e çmimeve të derivateve. Në këtë rast mekanizmat e shtetit do duhet që të veprojnë, edhe une sidomos vitin e kaluar ka qenë një vendim me 25 dhjetor ku shitet me shumicë dikon deri marrëza tjetë 2%, ndërsa shitet me pakicë 12%, prapë edhe Ministria e re, domethënë që është themeluar qeveria, ka marrë atë vendim, mirë po atë vendim duhet të praktikohet, duhet të realizohet, duhet të inspektoriati i tregut në këtë rast duhet të punojë më shumë të rënd, edhe të në bazë ligjeve dhe direktivat të veprojnë aty ku ka shkele, sepse në situata të krizëve marrëza duhet të kontrollohet nga shteti, në mënyrë që mos të ketë çmime shumë të larta, sepse me ngritjen e çmimeve të derivate realisht po ndikon edhe po vështirësohet domethënë zinxhiri furnizor produkte elementare bazike jo elastike, domethënë janë ngritur nëse rriten produktet elementare 10%, thjesht 6 deri 7% vjen fuqia vlerëse. Në këtë rast janë rritur edhe çmimet e energjisë elektrike, më herët po parashikohet prapë sipas ZRE-s thjesht ngritën prapë çmimet e energjisë elektrike, vitin e kaluar për shkak të gjendjes politike të mosformimit të institucioneve të parlamentit dhe qeverisë dhe regulatori i energjisë, pra ZRE është regulator që i raporton kuvendit, nuk ka pas mbikëqyrje edhe mungesa e mbikëqyrjes realisht ka ndikuar që të merr një vendim ngutshëm, një vendim pa arsyeshëm të ngritë çmimin e energjisë elektrike, gjithashtu edhe nëse prapë shkohet në zgjedhje, thjesht do të ketë thjesht pa parlament, pa qeveria, realisht do të kam frikë që do të veprojnë prapë, do të ketë ngritje çmime të energjisë elektrike çka ndikon direkt dhe apo me automatizëm do të vështirësohet zinxhiri furnizuese. Tek ne dihet që prodhimi është shumë i dobët, ka shumë pak prodhim, eksporti është shumë i vogël, po t'i referohem shifra sipas ASK-s për shembull në vitin e kaluar mbi 7 miliardë euro ka pas import, ndërsa eksport ka pas 942 milionë euro.